Floriana, po takojmë ndoshta në periudhën më të ngarkuar për ty për shkak të fushatës zgjedhore. Së pari faleminderit për kohën. Faleminderit juve për ftesën. Lufta me kohën tashmë e përditshme për ty, apo ke mundur ta menaxhosh mirë? Jam përpjekur që ta menaxhoj më sa kam mundësi. Zgjohem herët në mëngjes, në orën 7:15, merrem me fëmijët, me familjen, me tim shoq dhe më vonë vazhdoj punët e ditës. Fle vonë, kështu që oraret e gjumit nuk i bëj siç i kam bërë më përpara. A ndihesh ndonjëherë që i ke vjedhur kohë fëmijëve nga koha e tyre? Po. Mam guilt të ndodh? Po, më ndodh goxha, sidomos këtë kohët e fundit që kam ikur më shumë edhe në diasporë për të takuar edhe mbështetësit tanë demokratët atje, ka qenë kohë e vështirë për të menaxhuar. Fëmijët më kërkojnë vazhdimisht, duan që t'jem prezent në shtëpi me ta, edhe unë përpiqem që të kaloj kohë cilësore, por gjithashtu t'ju shpjegoj që këto janë kohë të rëndësishme dhe mami po bën diçka të rëndësishme për vendin. Si ndodhi që vendose të angazhohesh në politikë si zëdhënëse e Partisë Demokratike? Dëshira ime për të eksploruar një fushë të re në të cilin mund të kisha ndikim në shoqëri. Mendoj që kam qenë me fat në jetën time. Kam dhënë, por edhe kam marrë shumë nga fati, nga jeta. Kam qenë e lumtur dhe realizuar dhe kam dashur që këtë pozitivitet që mua më ka rrethuar edhe ta shpërndaj dhe ta përçoj aq sa kam mundur. Politika është fusha ashpër, e ftohtë dhe unë kam dashur që t'i jap një model tjetër, duke u përfshirë dhe duke qenë gjithashtu edhe një shembull për gra të reja, si puna ime, që duan të eksplorojnë këtë fushë dhe duan të kenë ndikim dhe duan të bëjnë një ndryshim për ta përmirësuar vendin. Duke njohur gjuhën e ashpër që shpesh kundërshtarët përdorin kundrejt tyre në politikë, ka patur raste kur je ndier keq? Po, ka patur raste që jam ndier keq, megjithatë eksperienca në televizion më ka mësuar që ti anashkaloj komentet, debatet, gjuhën e ashpër, pra të mos i kushtoj rëndësi. Dhe për momentin mund të më ketë ndikuar pak, megjithatë unë jam natyrë që i kaloj gjërat dhe mendoj më të mirë, mendoj pozitive edhe i largoj ashtu, pra i zvogloj në mendjen time. Cila është gjëja më e vështirë me të cilën haset një grua në politikë? Ndoshta konkurenca me burrat, qenit i pavërtet, është interesant kjo. Unë jam munduar që gjithmonë të qëndroj vetvetja dhe të qëndroj e vërtet, po në politikë shpesh aktorët politik njihen si lojtar dhe këtë e kam parë sidomos në fushata ku shpaloset akoma më shumë dhe të qenit lojtar do me thënë që ti bësh gjërat në një mënyrë që ti nuk e ke sinqerisht, por për me qëllimin e fitores, kurse unë përgjithsisht kam qenë gjithmonë në një linjë me atë që kam menduar dhe besuar dhe atë që kam bërë, kështu që këtu ndoshta ka pas konfliktin më të madh. Je ndier ndonjëherë e paragjykuar? Po, jam ndier e paragjykuar si një grua që vi nga bota e televizionit dhe kjo ndoshta njerëzit kanë menduar që jam e papërgatitur për këtë fushë, por përgjithsisht unë kur i futem diçka e çoj deri në fund. Si reagojnë fëmijët kur shohin mami Florianën në televizor? Nuk i bën ai përshtypje të madhe, për të thënë vërtetën. Ndoshta nuk e kuptojnë mirë edhe fushën e politikës, edhe pse unë mundohem me fjalë të thjeshta t'ju tregoj që unë po luftoj dhe dua ta bëj Shqipërinë më të mirë, që ata ta gëzojnë më shumë dhe të ardhmen e tyre ta kenë më të lumtur. Por nuk e di se sa rezonon kjo tek fëmijët. Ata kënaqen kur më shikojnë duke folur, kur shikojnë imazhin tim në televizor, por me siguri që do t'ju pëlqente më shumë të më shikoni në një format tjetër. Çfarë ka ndryshuar tek ti pasi je bërë mami? Gjithçka, ka ndryshuar prioritetet. Prioriteti nuk jam më unë. Kam qenë unë prioriteti përpara për veten time dhe tashmë është familja ime, janë fëmijët, ata vinë të parët. Me ta je tolerante apo strikte? Jam strikte, jam mama strikte, që i jap shumë dashuri, por gjithashtu i mbaj disi edhe brenda kornizave. Mendoj që
Këto janë vite shumë përcaktuese, ku fëmijët duhet të mësojnë që të sillen mirë, të hanë mirë, të kenë eksperiencat ndryshme, ta kuptojnë botën aq sa munden. Dhe unë jam munduar që të tregoj sa më shumë. Pas shkëputjes tënde nga televizioni, programi Jo Vetëm Mod ju besua moderatore Sorinda Huta. Kujt mendon se i rrinte më mirë? Këtë mund ta them vetëm shikuesit. Bashkëshorti juaj është avokat shumë i njohur në Zvicër. Ju pa aderoni në Partinë Demokratike. Si është bashkëjetesa mes dy bashkëshortëve që zhvillojnë karrierën e tyre me kaq ambicie? Bashkëshorti im ka qenë avokat në Zvicër, vazhdon të jetë një avokat me një studio edhe në Zvicër, por që ai punon kryesisht nga Shqipëria, klientët janë ndërkombëtar dhe ne jetojmë bashkë, kështu që nuk është e vështirë sepse jemi pranë njëri tjetrit, sigurisht kur ka nevojë të largohet dhe ka nevojë të punojë edhe jashtë Shqipërisë, se e ka këtë mundësi, por familja mund të jetë vetëm e bashkuar për të shkuar mirë. Në shtëpinë tuaj, flitet më shumë për ligje apo politik? Për politik. Për çfarë do të niste një debat ose sherr në çiftin tuaj? Përgjithsisht jemi të mirëkuptueshëm, nuk shkojmë deri te sherrret edhe debatet e mëdha, po për gjëra koti, absurde, jo çështje të mëdha, domethënë mund të kapemi me fjalë për diçka fare banale dhe mund të degradojë një çik biseda, megjithatë pastaj njëri nga ne përgjithsisht unë tërhiqem edhe gjërat shkojnë mirë. Largimi yt nga ekrani kur vendose t'i dedikohesh dashurisë larg Shqipërisë ishte i papritur për publikun. Të mungon Floriana si vajzë ekrani? Po, ka raste që më mungon. I papritur deri diku sepse unë e njoftova që do largohesha, por ekrani më mungon sepse ndjej që mund të përçoj me të gjithë empatinë time, atë që unë vërtet jam, pa u impostuar në një formë të caktuar të cilën politika e kërkon. I ke thënë jo për gjithmonë programeve, spektakleve? Asnjëherë nuk i thuhet jo asgjë për gjithmonë. Mendoj që njeriu duhet të qëndrojë hapur për gjithçka që jeta sjell dhe duke qenë i hapur, pastaj mundësitë janë të pafundme. Nëse një ditë politika do të lodhte, për çfarë natyre programi do të riktheheshe në televizion? Sigurisht për diçka që ka lidhje me të lartësuarit të njerëzve edhe të lartësuarit të situatave, të ambientit, të gjithçka e tjetër. Pra, thjesht të shpërndarit një impakti pozitiv në atë që bëj. Me gatimin, çfarë marrëdhënie ke? Një marrëdhënie të re, të cilën e kam zhvilluar vetëm së fundmi, vetëm në 2 vitet e fundit. Unë nuk kam gatuar më përpara, e kam thënë këtë gjë. Mama ime nuk është se ka insistuar që unë të mësoja dhe unë kam menaxhuar ashtu, kam patur në ndihmë edhe me fëmijët e vegjël, por tani vitet e fundit më është dashur që edhe të mësoj gjërat bazë, por nuk është se kam një marrëdhënie dashurie me gatimin. Cila është pjata e preferuar e fëmijëve nga dora e mamit? Po, çdo gjë që i bën mami, ata e pëlqejnë edhe më thënë shpesh që mami është shumë kuzhinjere e mirë, që ndërkohë nuk jam fare, por gjithçka që gatuhet nga mami, fëmijët e pëlqejnë. Supën që supën me mishpula që mua më ka bërë mami gjithmonë që bëj dhe unë fëmijëve të mi, edhe ata i pëlqejnë, han gjellë tradicionale, han ushqim tradicional të shëndetshëm. Mundohem që të gjitha gjërat e mira të ushqimeve unë t'ia servir edhe bashkë me tim shoqë jemi goxha strikt që fëmijët han shëndetshëm dhe jo gjëra të pashëndetshme. Floriana, faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit Bordo që përmes kësaj interviste me pyetje të goditura, por që publiku ka interes që të dëgjojë, arritët që të gërvishni pak më shumë nga sipërfaqja ime që përgjithsisht gërvishet në jetën e përditshme mediatike.